Mirë, si e shihni sot atë periudhë kur tifozllëku ndaj Agustin Kolës, Arben Mingës, ishte më shumë se sa një pasion, ishte gati si një besim fetar i papërballueshëm. Shiko, e shikoja me zor prisje që të shikoja një ndeshje me Tiranën e Kos, me 17 nëntorin, dhe her pas here vjen stadium që t'i shikoja, i adhuroja këta njerëz. Më vonë i kam njohur personalisht dhe kuptoja që adhurimi nga larg me atë nga afër të zgënjente, ndoshta ata ishin njerëz shumë mirë. Beni Shkret ka vdekur nga një kancer në pankreas. Agustini është sot e kësaj dite shumë, por ata kanë qenë talente të jashtëzakonshme. Kam parë me një zhgënjim kam qartë të jashtëzakonshëm kur ekipi jon kombëtar vajti në Athinë. Dhe mori dhe një grup tifozësh me vete, por unë nuk ishte mundur, isha ende i vogël që të shkoja. Edhe Agustin Kola humb një rast përpara portës së Greqisë, se ishte shumë i fortë me kokë, që do shënonte një gol me kokë, se i bin dritat e projektorit në syrë dhe ja bënte me. Dhe unë vjen për të qeshur sot kur i kujtoj, po këto janë ato gjëra të cilat në një sistem totalisht izoluar në Korenë e Veriut të Evropës që ishim në atëherë, domethënë janë ato gjërat që i jepnin ato shkëndijat